Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot do të gatuajmë një ëmbëlsirë e cila ka një shije unike. Është shumë e lehtë, shumë e thjeshtë, besoj se të gjitha produktet që ju nevojiten mund t'i keni të gjithë në shtëpi. Unë këtë radhë kam vendosur që si frut ta përdor lule shtrydhen, sepse kemi në sezon, por lirisht mund që ta zëvendësoni me çfarëdo lloj fruti tjetër sipas shijeve të juaja. Në total do të përdorim 150 gram lule shtrydhe, të cilat i kam pastruar me ujë mirë disa herë, i kam larguar edhe lëvoret. Gjithçka që na duhet është një blender pak më i madh dhe vazhdojmë tani këtu të shtojmë lule shtrydhet. Vazhdojmë që t'i shtojmë vezët dhe në total do të përdorim 3 vezë të plota, por gjithmonë kur të përdorni vezë në ëmbëlsira, sigurohuni që t'i keni në ambient dhume, më së paku për 2 orë. Vazhdojmë që të shtojmë qumësht dhe qumësht do të përdorim 250 ml. Tani të brumi shtojmë edhe 6 lugë gjelle me sheqer. Vazhdojmë e shtojmë vajin dhe sasia e vajit është 150 ml. Vazhdojmë që të shtojmë një pako pluhur për pjekje ose 10 gram. Vazhdojmë që ta shtojmë tani edhe miellin. Miell do të shtojmë diku nga 9 deri në 10 lugë gjelle miell dhe do ta kontrollojmë. Një herë do të shtoj vetëm 9 lugë gjelle dhe do të shoh a do të bëhet tamam i trash brumi. Tani marrim një tepsi me numër 28 dhe poshtë tepsisë kam shtruar litër për pjekje edhe në pjesët anësore që të mund të largojmë lehtë nga tepsia. Brumin që e përgatitëm, vazhdojmë që ta shtrojmë tani këtu. Brumin e shtrojmë tani që të pjeket në furrë të parangrohur në 200 gradë, dikon për afërsisht 20 deri në 25 minuta. Brumi është pjekur, e kemi larguar nga furra, e largojmë anësh dhe vazhdojmë që ta gatuajmë krimin. Në një tenxhere shtojmë 700 ml qumësht dhe aty shtojmë 4 lugë gjelle me sheqer. Te qumshti do të shtojmë 2 pako puding me aromë të dredhëses ose lule shtrydhes, pasi edhe brumin e kemi bërë me aromë të njëjtë. Duke përzier dhe duke e zier në zjarr mesatar, derisa pudingu të fiton trashësinë e dëshiruar. Te pudingu, pasi trashet dhe është val i nxehtë, shtojmë 75 gram gjalp ose margarinë të pakripur. Shtojmë edhe një lugë gjelle me salcë kosi ose krem djathi. I përdorni të dyjat. Dhe përziejmë mirë derisa të shkrihen te pudingu i nxehtë, edhe margarina, edhe kremi i djathit. Tani pudingën val të nxehtë vazhdojmë e shtojmë sipër brumit. Lejojmë që ëmbëlsirat ftohet në frigorifer për 2 deri në 3 orë, shtrëngohet mirë dhe vazhdojmë që ta dekorojmë sipër dhe ta shërbejmë.